Ndeshja më e rëndësishme e javës së 4 të kampionatit kombëtar të futsallit Tirana-Vllaznia, luajtur në Aslllanrusit, kryeqytetit, ka dhuruar spektakël. Një klasike shqiptare, fati të cilës u vendos në sekondat e fundit të ndeshjes, atëherë kur ish futbollisti i Vllaznisë, Ari Djepaxhia, tund rrjetën e skuadrës vendase duke shënuar golin e fitores. Ky rezultat i kuqebluve në këtë takim nis me golin e shënuar shumë shpejt që në minutën e 11 me autor Denis Shokajn. Avantazh ky që për Vllaznin, megjithë përpjekjen e dy skuadrave, qëndron në fuqi deri në mbyllje të pjesës së parë. 10 minuta nga fillimi të dytës, Semir Gogaj dyfishon avantazhin e kuqebluve. Tirana reagon me 2 gola të shpejt me autor Muçën dhe Kosovën, përkatësisht në pak minuta duke barazuar rezultatin 2-2. Pikërisht atëherë kur mendoi se ndeshja do të mbyllej në paq dhe ku skuadrat do të ndalin nga një pikë, Perla Ari Djepaxhis në sekondat e fundit i jep golin e tretë dhe të fitores Vllaznisë. Një fitore përballë kampionëve në fuqi të Tiranës që do të thotë shumë për shkodranët që me 3 fitore janë një kandidaturë serioze për titullin kampion. Me ndeshjet e kësaj javë është mbyllur faza e parë e kampionatit kombëtar të futsallit me flamurtarin që kryeson me 12 pikë, ndjekur nga Vllaznia me 9, Tirana 6, si dhe Partizani e Forcat Armatosura që mbyllin renditjen pa pikë. Pas fazës së parë, Federata Shqiptare e Futsallit pritet të nisë ndeshjet për Kupën e Shqipërisë, short që do të hidhet në mesjavë.